Është mirë që besimtari të mundohet të di dhikra, të dalës nga shtëpia, të ketë me vete vazhdimisht në mendjen e tij dhe kujdesin e tij, të thotë ose nëse s'mundet me mbajt mend, me e printua atë letër dhe me nëmë të dera. Dhe pastaj gjë që i vesh këpust me po atë përpara dhe me ju kujtu për me bo këtë dhikr gjatë dalës, sepse fitimi që ka i madh. Në këtë rast, dhe do të kur njeriu e thot këtë dhikr, e mbron veten nga sulmet e shejtanit. Kur e thu këtë dhikr dhe del, ai thot shejtanit tjetër, s'ki punti me këtë. Sa atë e ka udhëzu Allahu, ati i mjafton Allahu dhe atë e mbron Allahu. Qa mund është mi boti? Edhe për këtë çka kësat, kur dalimi na peshpije, na ndodhin lloj situata shfatkeqësish për pse nuk i bëjmë dhikrat. Nuk e bëjmë ato që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë rast, ky dhikr që ka mësuar Allahu dhu xhelal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar neve. Kush fiton për kësaj? Fitojmë na që e themi. Do fituesi përfundimtari me na. Edhe me këtë edhe shmon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri rahmetin e madh që ka për njerëzimin në përgjithësi dhe për muslimanët në veçantë.